Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Lartësojeni Zotin bashkë me mua dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij. Psalmi 34, vargu 3. Si të krishterë ne kemi gëzimin për ta madhëruar Zotin dhe për të lartësuar emrin e tij së bashku. Kjo është arsyeja pse desha të lexoja vargun në fillim dhe pastaj të luteshim sipas tij. Ky është vargu kryesor i martesës sime. Kur unë dhe Heather do të martoheshim, ne zgjodhem këtë varg për të përmbledhur lutjen tonë për martesën. Lartësojeni Zotin bashkë me mua dhe le të këndojmë së bashku emrin e tij. Qëllimi i martesës është lartësimi i Zotit. Është një bashkim i dy njerëzve për këtë qëllim unik, për lartësimin e Zotit dhe për lëvdimin e emrit të tij. Martesa ka të bëjë me dy njerëz që thonë: unë dua të lartësoj emrin e tij në jetën time. Ti do ta lartësosh emrin e tij në jetën tënde. Le ta bëjmë së bashku këtë gjë. Pra kjo ka qenë tema e martesës sonë. Prandaj unë dua që sipas këtij vargu të lutem për martesat e atyre që po na dëgjojnë tani dhe më pas për kishën. Kjo do të thotë se përtej martesës, të shohim edhe temën për kishën lokale dhe për kishën universale. Lartësojeni Zotin bashkë me mua dhe le të lëvdojmë të gjithë emrin e tij. Kjo është arsyeja pse ekzistojmë. Kjo është arsyeja pse jemi bashkuar së bashku si vëllezër dhe motra në Krishtin në kishat lokale dhe kishën universale. Që të mund ta lartojmë Zotin së bashku. Që Perëndia të marrë më shumë lavdi përmes nesh. Këtu kemi një tablo të asaj që ndodh kur njerëzit bashkohen për të lartësuar emrin e tij. Le të lutemi së bashku. Perëndi, unë lutem për çdo burrë dhe grua. Lutem për martesën e kujdo që është duke dëgjuar tani. Unë lutem për martesën e atyre dhe timen bashk, sipas Psalmi 34, vargu 3. Perëndin, e lutemi që martesat tona të bëjnë që emri yt të lartësohet. Lutemi që të na ndihmosh si bashkëshortor që i duam gratë tona, ashtu si Krishti deshi kishën, me qëllim që Krishti të lartësohet në mënyrën se si ne i duam gratë tona. Perëndin, e lutemi që gratë i respektojnë dhe t'i duam burrat e tyre, ashtu si kisha i respekton dhe e do Jezusin. Lutemi që tabloja e marrëdhënies së kishës me Krishtin të lartësohet në mënyrën se si gratë i duan dhe i respektojnë burrat e tyre. Zot, ne lutemi që të na ndihmosh në martesat tona për të lartësuar dhe për të bërë më shumë së bashku, nga sa do të bënim të vetëm për lartësimin e emrit tënd. Perëndin, ne lutemi për martesat tona sipas Psalmit 34, vargu 3. Ne lutemi që kjo të jetë tema dhe thirrja e zemrave tona për çdo ditë, që ti të mund të lartësohesh në ne. Të njëjtën lutje kemi edhe për kishën tonë. Ne lutemi për çdo kishë lokale të përfaqësuar në ata që po luten tani. Lutemi për një unitet të fortë në kishat lokale për lartësimin e emrit tënd. Lutemi që vëllezërit dhe motrat në kishat lokale të lartësojnë së bashku emrin tënd. Zot, ne lutemi për një frym sipas Psalmit 34, vargu 3, në kishën tënde ku të gjithë t'i themi njëri tjetrit që të lartësojmë emrin tënd. Perëndin, e lutemi që ky varg të jetë thirrja e kishës sonë gjatë gjithë ditëve, me qëllim që bota të mund të shohë madhështinë dhe lavdinë e emrit tënd. Dhe atëherë ne do të mund t'i themi botës të njëjtën gjë: lartësoni Zotin me ne. Le ta lartësojmë emrin e tij së bashku, me qëllim që njerëzit të na ndjekin. Gjithashtu themi se e duam njëri tjetrin ndërsa të lartësojmë ty. Ne lutemi që më shumë njerëz të lartësojnë emrin tënd bashkë me ne. Ne lutemi sipas këtij vargu për familjet tona dhe për kishën tënde. Na ndihmo të lartësojmë dhe lëvdojmë emrin tënd së bashku. Në emrin e Jezusit ne lutemi. Amen.